kush më pëlqen më shumë të prej estradës shqiptare është era e stretit. Unë shumë e du erën, se më duket kështu shumë është edhe në Sjanin edhe i bën çato sene që ka qef vetë mi bo, edhe ka mbi shumë me qatë sen që ka nejtë vetë vetja, mu njerëzit që rinë vetë vetë mas shumë të më inspirojnë, edhe era u konë qasë njëri, gjithë u konë qasë njëri, edhe më pëlqen shumë, po atëherë kur ka dalë bomboni, unë ka i nashku më shumë, që një gjithë kënë jako më shumë, me zërë jako më shumë, kënë thonë gune që të kanë kështë, unë gjithë kënë dashme, kënë Sani Hilli, në prit që u kanë Sani Hilli për herë të parë, unë kënë thonë që atë për du me shku edhe edhe unë për du me kam pjesë të qësojnë, se për mu, Sani Hilli për mu është njëna për gjërave më të mira që ka ndodhë në Kosovë deri qëtash. Edhe për dhe me që ashtë është, e normal unë kam qef me qenë pjesë në qësë dhe sami, edhe kom pa vetën që muj më përshtatë se artistat në mënyrë më natyrshëm sa në tjerë eventa, po kupton. Edhe, jo që kom prit me më thirë dikush në herë për Sani Hilli, po normal që kom shpresu, normal që kom punu në qatë drejtëm, edhe dikur veç kur ta qanë universi, nuk e di, më ka shkruta në program director i Sani Hillit, njerë për du mi falenderu Fat Gjakovës se kom përmen shumë shpesh, po... Frymëzim për të, ishin edhe shumë artistë vendor, por Bana e veçoi një nga ta. Për moment, se unë ma shumë i ngaj këngë të mëq më shqip, po edhe i ngaj edhe të sotit, mu kush më pëlqen më shumë të prej estradës shqiptare është era e stretit. Unë shumë e du erën, se më duket kështu shumë është, edhe në Sjanin edhe i bën çato sene që ka qef vetë mi bo, edhe ka mbi shumë me qatë sen që ka nejtë vetë vetja, mu njerëzit që rinë vetë vetë mas shumë të më inspirojnë, edhe era u konë qasë njëri, gjithë u konë qasë njëri, edhe më pëlqen shumë, po atëherë kur ka dalë bomboni, unë ka i nashku më shumë, që një gjithë kënë jako më shumë, me zërë jako më shumë, kënë thonë gune që të kanë kështë. O, se di përmenç, mo, jo s'moj me kështu, se kam zonën e erës, nuk e kam zonën e erës. Okej, në më era i primit një ranë të tërë që... Po më pëlqen shumë era, po. Po tajna, pasaj Dafina këtë Po, edhe këto, po Dafinën unë në me e kom përcjell shumë mate, kur im kanë 12 vjetë kur i kom pasë në bështre kur isha të mulla që veç Dafinën e kom bu. Veç Dafinën e kom bu. Atëherë kejt R&B që bëjke, u kanë Paper, Fire, shumë edhe Dafina më ka inspiru shumë. Frymëzime vjen, ka njëherë s'vjen, inspirime vjen, ka njëherë s'vjen, po është më rëndësi me kriju edhe kur s'kish inspirime. Se do është me najtë në qatë të rrymë, do është me najtë në qatë në ritëm, mos me nalë punën kreative se unë mos me kanë kreativ, unë e bona depresiv, unë mos me kriju në sen në javë, unë e bona tepër depresiv.